Po policia sapo ka marrë informacionin për shpërthim zjarri këtu në fabrikën Komodita në Gjakov. I ka marrë gjitha veprimet fillimisht për evakuimin e gjithë punëtorëve dhe personave që kanë qenë brenda fabrikës dhe më pastaj do të është angazhuar njësitë e zjarfikse të Gjakovës. Në ndërkohë kanë kërkuar ndihmë, kanë ardhur nga Peja, Deçani, Juniko, Raveci dhe Prizreni dhe Këru Radonici është me cisternët e veta. Po ashtu kemi kërkuar ndihmë edhe nga FSK-ja, të cilët pritet vinë. Zjarri për momentin ende është duke vazhduar, mirë po rreziku i madh për shpërthime eventuale të ndonjë kemikali apo cisternat apo bombolat të cilat ekzistojnë brenda fabrikës për momentin e evitu. Pasoja e njerëz nuk kemi, kështu që për pasoja tjera dhe për lokalizim zjarrit ende procesi është duke vazhduar. Ka pasur punëtor, dhe të gjithë janë largu me kohë, edhe nga vetë stafi i Komoditës, dhe për momentin nuk kemi asnjë problem për jetët e njerëzve, çdo gjë është duke shkuar dhe operacionet të shkuar në mënyrë të kontrolluar nga policia dhe zjarfikët e Kosovës. Po kjo është fabrikë e cila është me zakonisht prodhon sungjer dhe ka kemikate të ndryshme dhe prodhime të ndryshme, depo të mëdha. Fabrika ka një sipërfaqe, mund me thotë që ndoshta ka 10.000 metrash të katror sipas pronarëve dhe ma të tjetë do të bëhet ato vlerësimet si nga ana policisë, si nga ana e kompanisë. Me të morrur lajmin ekipet tona të zjarfikësave janë dalë në vend të ngjarjes. Edhe pra ashtu zjarfikësat me Komoditë janë afërsi shumë të afër 1 minutë 2, s'kemi largësi shumë të madhe. Kemi dalë në vend të ngjarjes, siç përshini edhe vetë flaka ka pluar në Tanaon. Po është një pjesë poshtë më e rëndësishme që ka boca, bombola të gazit e mëdha, zjarfikësat janë të kthyer me ndërprej atë pjesë, bodoli flaka, andaj do të jetë një katastrofë e madhe. Po janë disa bombola të vogla që bëjnë shpërtimin e tyre, edhe po ashtu kena kërkuar përforcime nga komuna tjera, duke marrë Pejen, Deçanin, Ravecin, Prizrenin. Kemi kërkuar ndihmë se është flakë e madhe.